Rikthehemi tani në studion e Radio Dugaxhinit. Në studio tashmë kemi mysafirin ton, Erion Veselin. Erion, faleminderit shumë që je te na sonte. Më mbroma, faleminderit shumë për ftesën. Qysh po nihesh në Kosovë? Si në vend tonin, perfekt. Perfekt. Është një detaj interesant. Ti ke lind e rrit në Augsburg të Gjermanisë, por shqipen e flet fantazi. Është e vërtet, po, flas shqipen shumë mirë, se na ka net edhe boba shumë ofër krijes, kështu që jam shumë i lumtur që e di gjuhën dhe di mu ballafaqu me vendin tim. Po shumë e mirë edhe për ty realisht se të ndihmon edhe kur vjen në vendlindjen e prindve, njëkohësisht edhe vendin tonë që ma thjesht komunikon me njerëz. Po. A fillojmë nga gjeneza, nga starti. Po. Nuk është që ke pas boksin në fillim si lloj prioriteti, po je marrë me futboll, me sa kum kuptu. Po. Pse s'shkoj futbolli? Unë në moshën 13-14 vjeçar jam kon mbi peshë dhe kom lyp lloj sporti veç me rozaift. Po nuk e kom gjetë veten as në sport. Dhe tana kom hin boks dhe kom thonë këtu duhet me rozaift me hek peshën gjithçysh. Dhe e kom gjetë veten, shoqër, dhe e sot alon në rrugën që e du. A të kanë ngacmu njerëzit kur ke qenë mbi peshë? Se ke dallimi shumë i madh, moshën sa ke 3-14 vjeçare ke mbi 100 kg nëse s'gaboj. E vërtet. O kon normal që edhe në atë moshë rinia jam shokët e mi, o kon një farë bullizimi, po ajo kon motivim që më ndroi jetën time. Edhe ja ke dalë me shumë sukses besoj. Çka ke provu për pas futbollit para se me dalte boksi? Jom kon futboll, jom kon nashta më shumë të në futboll, jom ballafaqu. Pse mendon që nuk ka funksionuar futbolli, pse s'ke mujt me hek peshën? As se keni që kon sporti joti? Jo, se kom një që është sporti jemi, po edhe në atë mosh nashta edhe se kom këtu fort atë rëndësien, çka është me hek peshën. Ajo ka një farë pik negative. Po dalim tash te boksin. Moshën 15 vjeçare ke vendos me hym boksin amator. Po pas se me hym boksin amator, cili ka qenë reagimi prindve kur ju ke thonë që po du me shku në boks? Unë prind pe ditë sport që ja kom nis sportit boksit, i kom po gjithmonë brapa dhe më kanë motivu, më kanë dhënë mbështetje që edhe deri tash më japin dhe gjithmonë kam më dhënë. E di ato. Dhe kanë thonë gjithmonë ti na keni mbrapa, veç ai që e don këtë rrugë dhe ai që punon. Në boksin amator, sa meqe i ke zhvilluar në përgjithësi? 7 meqe në boksin amator. 7. Fitore gjitha? Gjitha fitoren, një herë jom kon kampion i Bavarisë dhe një herë ish kampion i Bavarisë. Okej. Po. Tregon pak çush ka qenë meqi i parë në boksin amator. Besoj kujtohet se ke qenë i ri, po të kujtohet se është aventurë. Meqi i parë në çdo bokset jo kujtohet se o kon një farë emocioni që nuk po shkruhet për ata që nuk e bojnë këtë sport. Do me thonë, ose si në futboll është minuta po kur të ish me një fushë të madhe. Është një farë emocioni shumë, vinë shumë mendime për çet moment. Po tana si ta krysh je shumë i lumtur dhe hanes masanej e realizon krejt që ka ndodhur. Te meqi i parë në amatorizëm ka qenë në farlloj fati edhe për ty. Po. Tregona pak çush ka rridh se disa bokser janë eliminu, do janë tërhiq. Po. U patkon një meç për kampionat të Bavarisë që u patkon normal janë 3 lloje për me him me boksu. Është gjysmë finalja dhe do pa të lëndu njoni opat të smu dhe thana pa të med veçonën që të pesh 70 hila dhe direkt në finale që po të fatin me meqin e parë direkt finale. Kundërshtarin kënë e ke pas? Kundërshtarin kënë i shqiptar. Edhe në fund ka rrit me triumfu me marrë titullin. Po. U kënë me shumë i mirë, shumë i vështirë, po të ditë me respekt dhe kom dalë fitus. Qysh është ndjenja mu ballafaqu me shqiptar? Ka roma herët se për herë parë me nis me shqiptar interesant. Në amator o kon meqi i parë me shqiptar normal që o kon edhe për mu një farë presioni se nuk kom ditë fort mirë që mu ballafaqu me këtë situacion, po o kon një lumturi dhe masane kena bisedu, kena kish. Është sport, jashtë ringut, është normalisht. Kur çdo që fiton ja zgjat dorën se është
E ka merituar me fituar, e mirë, diçka. Më pas i ke zhvilluar edhe 6 meqe tjera. Çu kanë shku 6 meqe tjera për ty? Deri më tani besoj tu kompletu. Po, 6 meqe, 6 fitore dhe 5 prej tyre me knockout. Deri në tash shumë mirë. Por rrugtimi jot në amatorizëm, për dallim prej shumë njerëzve se unë i shohim në boksin profesionist kur e shikon biografin, shumë bokser kanë periudha gjata që qëndrojnë në boksin amator. Ti ke qëndru shumë shkurt. 2 vjet, moshën 17 vjeçare ke hyrë në profesionalizëm. Po nuk të ka thirrë gjithkush. Ka thirrë një kampion i cili adhurohet nga gjithë shqiptarët, do të fjalë për Haxhi Krasniqin. Unë me Robin Krasniqin atë ditë që pata hi me hek peshën, o pata lidh me Robinin, që do më thonë prej ditës parë që kom him boks, e kom pas mbështetjen atij edhe atë vllavit ti qëndrimit, kështu që jom dhe jom kun dhe do të jom gjithmonë i lumtur që i kom ata në mbështetjen time dhe pa ata i shkon ki rrogtim i pamundur. Qysh ka qenë ndjenja kur të kanë marrë menaxhim herën e parë? U kon një farë ndjenje normal kur ta shifresh foto edhe e ki një farë respekti shumë mall që halo sot e kom, po është një farë krenarie kur të shtoj një kampion i botës me provoj shumë të madhe dhe gjithmonë është gëzim dhe çdo trening është 100% motivues. Çush është me punu me Haxhin? Çush është si njeri, si individ? Si njeri është shumë njeri mirë. Jo veçaj po dhe familja e tij rrethina shumë janë njerëz të mirë, po edhe por në boks është shumë i disiplinuar dhe disiplina e tij është një farë motivim edhe për mua që edhe unë atë rrugë du me vazhdu. Është shumë mirë. Është shumë një farë shembulli shumë i bukur. Çka të ka thonë herën e parë kur ka marrë menaxhem? Hera e parë kon se dallimi kur ka marrë menaxhem është jashtëzakonisht i madh. Në çfarë peshe ke qenë ti edhe ku je tash është dallim shumë i madh. Po çka të ka motivuar prej ti? Na pat më bisedu shumë çel dhe pat më thon na kena qëllimin me hek peshën herë. Fillimisht. Po. Edhe ka thonë mbështetjen teme e keni plotësisht. Vesh duni me punu dhe me mgumu. Ama besoj për ty ka qenë shumë motivues edhe fakti që përzgjedhës nga një bokser me kaq përvojë dhe me kaq arritje. Po. Është në çfarë të parë është edhe tash është shumë krenari. Se e ka përvojën. Edhe është një farë lumturie çdo ushtrim me ato. Kështu që normal në atë moshë ku edhe Hanes Masane çdo ushtrimi Masane mbrome kur shkoj në shtëpi thoshte ej a ne realizoj që këtë ato këshilla që ti jep kë. Më pas në moshën 17 vjeçare kalon boksin profesionist. Shumë shpejt për një bokser me kalu ka shpejt prej amator në profesionist. Po suksesi nuk ka mungu. 6 meqe, 6 fitore, 5 me knockout. Po. Çka ka ndryshu prej erionit në amatorizëm në boksin profesionist? Në amatorizëm në boksin profesionist është gjithë shka ndro, do më thonë numri rundaf janë 4, 6, 8, 10, 12 runda dhe ndryshon shumë lloje ndryshojnë se në boksin profesionist janë kundërshtar me moshën shumë të madhe dhe në boksin profesionist luan veç pesha. Që do më thonë është këtë një farë qëtër situatës në amator. Cili ka qenë dueli i fundit? Tash që ke zhvillu? Po, para 3 jave o konë dueli jemi fundit në Gjermani dhe ku e kom kalu edhe ato me sukses. A ka përfundu me KO? Po, në rundën e tretë. Në rundën e tretë, që s'pi zgatë vre pak? Pa, edhe me qef i zgati ma shumë, po... Ashtë që shte momenti, vjen momenti edhe. Qështu është momenti, kur të vije mundësia du të me rok. So ka qenë vështirë kundërshtarja dhe so ka qenë mosha e ti? Mosha ti o konë 26 vjeqar dhe çdo kundërshtar është i vështirë. Në boksin profesionist nuk i kundërshtar të lehtë dhe çdo meç është një adrenalinë, një stres pozitiv dhe na ushtrojmë e bojmë atë mirë dhe rezultatet dhe arritjet një presin asanej. Po. Sa është e vështirë më marr me boksin? Prej asaj që e kuptova te, ki shumë angazhime gjatë ditës. Pjesën e paraditës e ki punë, ku punon, pjesën e masditës e ki ushtrimin e parë,
edhe pjesën krejt mramje e ki ushtrimin e dytë, që do të thotë e ki ditën komplet intenziv. A na shpjegon pak a shumë çysh e kalon një ditë Erioni në profesionin e tij. Që kjo është që se i ke dhe parë zëmeret boksin profesionist, që do më thonë ditën e kitë planifikume për mëngjesit, që do më thonë shak me bu masë punës, që më thonë e kry punën time, dhe masane kom një stërvitje në shpe, dhe stërvitjen e dytë e kom brami në gjym, me Haxhin. Sa zgjatin këto dy stërvitjet, për shembull kjo në shpe që e bën, sa zgjat edhe me Haxhin? Unë tash varet nëse e di mbrami çfarë ushtrime kom, shembull kom boks, boj vrap të shtëpia, që do më thonë du të gjithë mu përshtat. Po. Do më thonë një ushtrim i gatë mund deri në 2 orë gjyshtrim e shku dhe do më thonë nër 1 orë gjysmë nuk ka ushtrim. Nër 1 orë gjysmë ka ushtrim. Qysh të kam pranu në Augsburg, në qytetin e Augsburgut? Po. Qysh vlerësohesh? Na jena shqiptarë dhe normal jena vend huj, po që i kena arrit gjithë ato në vendin e atyre që jena falenderu shumë dhe unë pritin shumë mirë jam edhe atje në për gazete, në për intervista, për që jam edhe shumë falenderu atje dhe me pritin shumë mirë. Kur bisedu me prindin, thanë disa prej gazeta o matë noja, tha kanë veç që kam refundu dhe intervista, po edhe tash kur shkojmë tha e kemi disa intervista tjera. Pra do thotë ka interesim? Ka interesim të madh. Cilat janë planet, tash pas këtij meqet që ke zhvilluar të fundit, cilat janë planet e Erionit? A kime u aktivizu me njëherë kur të kthehesh tash në Gjermani? Unë jam edhe këtu aktiv se para 2 ditë më ka dhënë lajmin që meqi i radhës do të jetë në shtator. Okej. Dhe për më shumë informata do të vijë tash të ardhmen. Po dhe sa të zbulohet kundërshtari. Po e rëndësishme është që në shtator kemi pas meqin. Çka bën tash ti gjatë kësaj periudhës derisa të vjen meqi? Çka po na intereson neve? Bojmë stërvitje, që do me thonë... A janë ma intenzive se zakonisht? Na, shemë kur ta krymë një meq, ushtrojmë, po nashta nuk ushtrojmë si kur ta kish meqin. Për me u rekuperu? Për me rekuperu pak ma pak, a më tash që e kena meqin çdo ditë ka 2 herë në dite, dhe do me thonë meqi është bon, shembull tash edhe 3-4 javë, dhe dush pitosh me janis polgacës milon, dhe normal kur ta krysh meqin, apet ushtron, po ushtron pak më rekuperu veten, dhe pak më ka dal. Kur vjen që kjo faza e përgatitjeve para meqit, më intereson një detaj me ditë, a ushtroni vetëm palestër, derisa të vjen meqi, apo i shfrytëzoni edhe pjesë të maljeve ose diçka më ekstreme për me u përgatit në klimatizim? Po, jo na i morëm edhe natyrën jashtë, edhe palestrën, që do me thonë i kombinojmë krejt të gjithat, se është me një salë kur të boksojsh, është gjithë frymëria dhe ambienti është shumë më i vështirë se kur të ushtojsh në gjym. Që do me thonë atë natë nashta vinë 2-3 shikues, dhe është edhe shumë arënt në frymërie, do me thonë kejt du të më përshtot, është salla ma nëzet, dhe kejt ato në kejt që dush ma heret me planifiku. A ka shumë shqiptar në Augsburg? Po shqiptar. Tash edhe që jenë atlet me boks edhe po shifmi shumë a shumë. Kur ka meqe shqiptarë, besoj ata nuk mungojnë në sallën palestra? Ata janë mbështetje gjithmonë. Nëse hipotetikisht po themi ky meqi i ardhshëm është besoj shumë i rëndësishëm për faktin që pas këtij mundet me të hapë rruga ndoshta edhe për rrip në boks. Po. Çiki meç, do me thonë unë në fund vitit do të pritet një meç shumë i madh në karrierën time deri në tani, që më shumë detaja do të jap mas këtij meçit. Po sa? Si do koft, inshallah me suksese. Për më shumë. Veç kështu e pata për dëgjues më tregu që meçin e një është i rëndësishëm, edhe 2 mundet me hap rrugë shumë të rëndësishme për karrierën e Erionit. Çdo meç mundet me t'i hap rrugë për një karrierë hala më të madhe, po çdo meç është i rëndësishëm. Do është me kon çfarë kundërshtari, çdo meç duhet të më dhë maksimumi. Çka ndryshon te Erioni kur hen mrana ringut? Unë jashtë ringut jam një tip shumë i qetë dhe i respektuar, çka jam edhe i lumtur që jam kështu, po brenda ringut jam tip që si ti në ring komplet ndryshon. E shoh veç kundërshtarin.
çka ku ushtru dhe ato çka ndodhe jashtë ringit mo u kryt deri në çat minutë që hi në ring unë për çat minutë jam atë tunelin tem. Ka qenë kënaqësi me diskutuar janë me ty. Faleminderit shumë që ke gjetë kohë. Dhe sa kemi qenë në Kosovë? Edhe një javë. Edhe pastaj në Gjermani për gatitje. Po. Falenderoj shumë që ke gjetë kohë me ardhur na. Edhe shumë sukses në karrierë. Respekt për fund, faleminderit për ftesën. Edhe të fala shumë Robinit. Shumë edhe qëndrimit normalisht. Patjetër, faleminderit shumë.